aja krahasimi, a nona, a gruaja? Gruaja është më e vlefshme se me gruan më shumë jeton se me nonën. E kom shu gruan e parë dhe e kom marrë këtë, i kom thonë du më bo human veç për Zotë. I dytë e kom lënë të parën, me 3 fëmijë m'ja pështu jetën kësaj. Asnjëherë gruas nuk e prishi qefin. A ju dolën kundër fëmija, po se vaj që ke edhe fëmija? Fëmijën, vetëm Allahin të madhin Zotë edhe gruan teme. Po. Keni orë pushime, qish po kaleni pushime? U knaqem. Unë Unë jam pi Suedis, shumë ftoftë është atje mushën vllok, këtu shkrihemi. A ma shumë parë gjeni atje, kur po vini këto? Valloj, këtë i rujmë atje, këtë gruaja bën flinja, ishte im friz, a këtu i hajmë. Këtu ha qyfte, bureka, samuna, këtë i hajmë këtu, atje ja. Atje ju, e çka ani atje? Atje ma shumë të... Rishka me ne? Veç sandviqa. Gruaja shtunë bën pasul, dilën bën flin, është im friz. Jo që, mashallah, si drita e kom. Po edhe kështu, po vaj shumë mirë, po edhe ai po të moj ka mirë, me flija, me... Unë jam kozhënjer, punoj në hotel atje. Punoj shumë vite, kom punu në Shpani, kom punu në pjesë Latin Amerikas, edhe në Suedi shumë vite. E sa është e vështirë me u mbajt, me u punësu në Suedi, sa paguan njerëz? Si është njeri, si çka jep ti. Për shembull unë japi, jam si kozhënjer, më varet që kryn shkollën, sa kin kry. Edhe sa kin kry, a? Se çka kin kry edhe më shmi a jap. Se s'kin kry kur gjoba dhe java, a jenë Kosovë, a jenë Evropë. A të ka shku mendja me Elion Suedin, me Elion edhe punën e më këti përfundimisht në vendin të? Më ka shku, e kom të banesën në Suarek, të Pojata, edhe me ndoj bu këty krajna. Edhe du Kosovën shumë, edhe këtë grun ka qenë në smut për para piveshkeve, ka qenë në smut e kom marrë, kom bo gru, edhe tash është gruaja ma mirë e botës jeme. Çka dhe thot gruaja për ty? Gruaja është ma e vlefshme, se me gruan më shumë jeton se me nonën. Dhe me thonë nëse tash aja krahasimi, a nona, a gruaja? Unë e krahasoj gruan shumë, e vlerësoj shumë. Kam respekt se me gru jetoj 24 orë, ndajmë jetën, i dajmë ekonominë, ndajmë çdo sens që ka është e bukur në këtë botë. A ke dhrunë erë, mja prish qefin? Jo. Asnjëherë gruas nuk e prish qefin. E qëtash mi kemi qenë Dubai për atër saj, edhe kom thonë, ku dush nga dhe hoteli? Ku dushte. A me ndonë që burrat se ti janë pak? Burrat më varet çka ka në mendje. Çfarë dashurie ka, se më varet zemra e madhe, dy njerëz janë në botë. Shpirti mirë edhe shpirti keq. Shpirti keq o Jack Pierce. Një zemra o shpirti mirë, edhe ajo vlerëson gruan, nonën, fëmijën, rrugën, kafshën, edhe Zotin. E cili është gabimi që nuk ja fal vetës? Gabimi se s'ja fali vetës është mos më dorëzu kur njetë. Vetëm minimu. Ju e një dërzu? I kur së dërzona. Që të përtësanë se e kom marrë të smut, unë e kom pru një jetë, e kom qurë të smut, së në di 5 vjetë që më konë asistenti saj në dializë. Dhe me thonë atër, nuk keni qenë burë e grua, po? Jo. Ke qenë? I dytë, e kom lënë të parën, me 3 fëmijë m'ja pështu jetën kësaj. M'ja pështu jetën kësaj dhe sot e ki gru? E kam gru ma të bukur në botë. Kjo është bia berishves, se kanë në marinë. Ata që në kanë në duja. Pse lë shuve grun e parë me fëmijë? Këta kur e kom njoftë, kom dëgju për ta, e kom shu grun e parë dhe e kom marrë. Këta i kom thonë du më bo human veç për Zotë. Për me ndimu, apo e ke posë në plan me bo edhe këto gru? Nëse kom njoftë sukare, këna s'kom ditë ku ashtë njëmi kom në Gjakovës. Edhe këta e kom njoftë dhe kom bo. E ke njësë për me shëru këto, apo? Po a ke posë në kokë që me bo grua jo? Kur se komendu. Atër 5 vjetë i kom dojnë në dializë dhe kom bo gru. Edhe gruja ma pukra në botë. Tash punon, ka kry shkollë, edhe ka jetën për para. A ju dolën kundër fëmija, po se vaj që ke edhe fëmija? Vetëm Allahin të madhin Zotë edhe gruan teme. Është gabimi që nuk ja fal vetës? Gabimi se s'ja fali vetës është mos më dorëzu kur njetë. Vetëm minimu. Ju e një dërzu? I kur së dërzona. Që të përtësanë se e kom marrë të smut, unë e kom pru një jetë, e kom qurë të smut, së në di 5 vjetë që më konë asistenti saj në dializë. Dhe me thonë atër, nuk keni qenë burë e grua, po? Jo. Ke qenë? I dytë, e kom lënë të parën, me 3 fëmijë m'ja pështu jetën kësaj. M'ja pështu jetën kësaj dhe sot e ki gru? E kam gru ma të bukur në botë. Kjo është bia berishves, se kanë në marinë. Ata që në kanë në duja. Pse lë shuve grun e parë me fëmijë? Këta kur e kom njoftë, kom dëgju për ta, e kom shu gruan e parë dhe e kom marrë. Këta i kom thonë du më bo
human veç për Zotin. Me ndimu, apo e ke pas në plan me bo edhe këto Në gru? se kom njoftë Sukararek, në asë kom ditë ku ashtë një mi kom në Gjakovës. Po. Edhe këta e kom njoftë dhe kom po. E ke nis për me shëru këto, apo? Po a ke pas në kokë që me bo grua jo? Kur se komendu. Atër 5 vjet i kom nojnë në dializë dhe kom po. Edhe gruja ma po kronë botë. Tash punon, ka kry shkollë, edhe ka jetën për para. E, a ju dulën kondër fëmija, po se dhe që ke edhe fëmija? Fëmijën, vetëm Allahin, të madhin Zot edhe grunë teme. E tha nuk ka interesu të kështë që ka Unë thë? nuk intereson kombi, jam shqiptar, e du shumë kombin edhe që të gru se e kom pru jetën e mirë kësaj. E a ke pas në të një mesazh për ish grus apo diçka që qysh mujte me bo? Se kom të gju kërkon, vetëm e kom lutë Zotin edhe grunë për mi qitë për para jetën e saj. Më interesën gruja që qysh të ka përgjigj? Kur e ka kuptu që e ke lon grunë e parë për ta? Ka qenë gjelozia madhe, ka qenë vështirë për fëmijë, ka qenë për krejtë, unë ja kom jap besën kësaj në ora 12, kur ka qenë e zoni i ditës, ja kom jap besën kur s'do të kloj. Edhe kom e salë so kone bereshve si në kanë dugojnë. E për atër ty ne kom po më japështu jetën kësaj. E për çka jeni pishman jetë? Pishman jam, s'ma më thonë, shka, jo, këtë provat e Zotit, nuk na më konë kur gjo pishman këtë botë. Çka do që të vjen një... është për shkakun se sot vjen e keqe, unë do të më përballë sa është prova e Zotit. Sa kemi jetë, kemi sprova në jetë. Kemi kalu shumë jetën. Sa fëmijë që i ke? Unë i kam 2 vajza, 2 djemë e 1 A vajzë. keni kontakt, a trosën shpesh? Kam në kontakt, i kam mirë, kam familjen, ka kry shkollat, se unë i martu i ri, 19 vjeçar, im kanë qenë babi i ri edhe tash janë rritur, i kam djalin ma 37 vjet, ma të voglin 30 edhe çështë. Raporti është i mirë, nuk është pengesë kur... S'kam problem, ata kanë jetën e vetën e teme. E kontakta ke me ish gru? Po, kreti kom mirë, më në rregull, më në ku të martohen fëmija, fjesa, lindja, kreti kemi bashkë. Krejt ba. Bashkë. Po ne ke marrë shumë normale. Normale është, se do të mi kuptu njëri tjetrin, se jemi njerëzin këto, se jetë. A mendon që dashuria harxhohet? Dashuria kur, qofse ki zemrën e mirë, kur dashuria nuk harxhitet. Edhe mendjen e fortë me Zotin. A mendon që tu ka harxhu ti tek që e ke lënë grunë e parë? Jo. Kur ta jepsh besën një personit, kur se harxhi. Se besa është e madhe njerit. Edhe dashuria e shpirtit është shumë e madhe. Pas ka dashuri për... Unë e kom qef krejt njerëz, edhe shumë njerëz i kom një, se edhe kom kur ka qenë 1998 luftën e Prekazit, ku i marrë në Gjakovë më kanë zonë policia dhe aty më kanë zonë. Po më vëllë, krejt i ku përvu. Njeri i sprovave, hekava. Cili është një mesazh që do të më përcjell? Këtë Kosovën e përshëndet, kombi mirë edhe më vjen Kosova është ma buka si vitit e përpara, veç politikanët ju kalojnë lojën e fëmijëve, kur çdo tjetër. S'pim ka politika, e se jena antipolitik. Inshallah, këtë mirë, këtë popullin e Kosovës se du, me të mira, i uroj shëndet, mirë, jetë, knatësi. Kosova është shumë e bukur. Edhe dashuria, këtë respektoni gratë, se gratë janë më të mira edhe nonat. S'ka. Ju përshëndes. Faleminderit shumë, kalofsh mirë.